Çdo mëngjes para se fshati të zgjohet plotësisht, një figurë shfaqet në horizont. Me shkopin e tij të vjetër, Besim Huneli nis punën e tij. Ai është bariu i Gorancës, një njeri që e njeh çdo shteg, çdo gur, çdo frymarrje të kësaj toke. Tu në gjithë në fshatën e Sallar, po ki fshat në praktikësur, kam e thot, e më june që to me dhenë. Gjithë ditën Sallakuna këtu pori, na kësha mbron vjesh kënë shpe. Do me thënë në këtë fshat nuk ka banor, Janë po tuaj se kanë ikë të gjithë. Të gjithë as një. Që mundi me shlu në kamerë, më thanë që ati këtë fshat i praktikësur shpijat me gurë, rrafë janë bon. Dhe ndasht, sot kjo zonë ka mbetur më e përshtatshme ndoshta për kullosje për dhenë. Për dhenë, po, veç për dhenë. Është më e përshtatshme. Më e përshtatshme për dhenë. Momentalisht ne po i shohim që ju vetë se i keni nxjerrë ato dhe janë në kullosje, sa është profitabile dhe pjellore ndoshta kjo zonë, dhe pse preferohet nga ju si fermer që t'i sillni këto. Çfarë benefite ka kjo zonë për to? Kjo zonë veç për grunë e Kolombaç ka pak çaj pjesë e poshtme, kanë to ka më forcë, vën kondrirore malora shkes. Po. Dhe me çka ushqen ato? Do të thonë kryesisht me barishte? Me barishte Kolombaç, drejt në grunë e Kolombaç. Për dekada me radhë, Besimi ka ruajtur kopen e tij me të njëjtin përkushtim. Kopea e tij me dele jep fshatit një pamje të bukur dhe magjepsëse. Momentalisht tash jemi veç në stinën e pranverës dhe ka filluar ndoshta kjo sezon për të nxjerrë në kullosje. Gjatë gjithë kohës kanë qëndruar në ferë, në shtallë. Po që tash janë një muj që kumis mi shlu se msheli ku po s'ket tërë tash. Mund na tregosh pak rreth tyre, karakteristikave të tyre, po shohim lloj-lloj të tyre, me sa kret fillimisht ke fillu edhe sa... Ku fillu për airport me 100 copa dele. Nga fillimi ke pas 110. Po 110. Ndërsa sot, sa i ke Sot i kam 780 janë qëtu edhe një 230 copa e kam të shvija që kam pjellë që tash, për momentin ato s'ishtë realose, 5 e voli ka. Do me thënë 780 i ki momentalisht këto. Këtu edhe një 230 kam të shvija me kingja, me 230 nuk e di për, apo së 230, 240 zisa do. Dhe si fermeri vetëm, ndështë sa po arrin që me u kujdes për gjitha këto, për shkak se po besoj se cila për tyre ka nevoj për kujdes. Valloj, kujdes, duhet me pas shumë kujdes për to, se këto kur gjatë pjellës kanë shumë punë, edhe i kam një digjem ato po më një me familje që shumë. Do me thënë familjarisht, kur ke fillu këtë veprimtari ndërum, që sa vite merren ju me këtë punë? Po që një 15 vjetë që i kam unë të shkova. 15 vjetë, dhe pse pikërisht e keni zgjedhë këtë veprimtari të merreni? I bona do vetë edhe ku me shku s'ma mirë kemenja që të lamimi janisa me dhanë se babë e babgjesh janë rritë me to. Ka qenë ndoshta pak a shumë trashëgimi? Po, trashëgimi pi babës edhe pi babgjikshi. Mirë, a mund na tregosh rreth racave të tyre, sa keni njohuri, çfarë lloj raca janë këto dele? Këto janë delerude që i them edhe çarit ka di kombinimi janë këto, po çeto janë. Edhe pse shumë në numër, Besimi arrin që ti menaxhoj që të gjitha pa problem. Kujdesi do të më qejë, do të më vallën kom, që po e nstash gjatë pranverës janë konë mshirë. Do të më trajtu gjithashtu më së miri. Dhe sa shpesh ka nevojë për kullosje pastaj, po e shohim që tashmë është koha më e mirë, sezona pranverës ka fillu, duhet të qëndrojmë me orë të tëra jashtë, apo si është plani, si është... Që tash pranverës këto i mbajmë pin nënve, si i shlem tërë në 6-7 ora, a verës këto duhet më shlu më herët, se bon temperatura më nëzë, i them në reza, në rhija, që ka i thënë nuk e di. Edhe verës i shlena më herët edhe më dikur ka 10 ora hi në rije këto në mbres. Në mbres. Na po e shohim tash momentalisht këtë pejsazh kaq të bukur, apo më tregon ti mu se si është pak a shumë një ditë e jotja si fermer. Si fillon pika të shkurta, ndoshta po besoj ju fermerët zgjoheni shumë herët apo... Po valloj në 5-6 ora çona në sabat i drejtuj, duhet më qit krepi, duhet më do minol të shpija që kanë për dënja që smundet me se në këto janë skur njerëzit, do dënja është pa qefe, dënja është smunte, dënja i dhem kome, çka s'ka. Kur folja për këto probleme, ndoshta dhimbjet e kamve, shëndeti, për kujdeset edhe për të, për aspektin shëndetësor? Po, kujdesmi edhe për të vallën me komte, i vaksinojmë, çfarë punë bëjmë? Sa shpesh ka nevojë për vaksinim delet edhe kur vaksinohen? Vaksinim, sa duhet pranverës me vaksinu këto për metele, për shkejpë dhe për se. I vaksinon ju vetë, apo është veterineri posaçëm? Jo, veterinari, se nas... Jeni do më thonë në konsultim me ta, vjen aja atje të ferma, pastaj? Po, e firme, ata i vjen të ferma, jo, i bëjmë ato farë. Çfarë shëndeti kanë ato, sipas jush? Çfarë shëndeti ka një dele, do më thonë?
momentalisht. Kur e ka shëndetin e mi këto mundosh me shku në Shkup edhe mu këti këto hecin, nuk ka kur s'janë të rrezik këto se hecin, veç allakohen që ashtu. Kjo zonë këtu njihet për çfarë ndoshta, cilat janë karakteristikat e saj përveç barishtës që është toka pjellore, çka tjetër? Kjo tokë për gjonë për sen më shumë edhe grunë Kolombo që të sen këto spërfora të tonë që shto kanë kaldu pleshtonë, se jam asi pori, asi mromë të une. Dhe është kjo zonë ka që lartë, sepse na nga erdhëm e pam që ishte goxha një lartësi për të ardhur deri këtu, do të thonë deri këtu ju vini për të nxjerrë ato në Kullosje. Po Kullosat e mi Kullosat dhënë edhe është edhe një këshisha që i ka dëljo, pasha që më shmi vrejo. Besimi tha se një tjetër segment i rëndësishëm është edhe mbashtimi. Siç tha ai, mbashtimi i deleve nuk është vetëm kullot, është kujdesi i përditshëm nga ushqimi dhe higjiena, deri te lindja e qingjave e deri te shëndeti i çdo kafshe. Ku ndodh i nderuar mbashtimi edhe se si mundoheni jo që ta kaloni atë proces? Që tash janë fundin këto veç që edhe një dhe copa dhe pastruon këtë lirohen që dhe ndolin këtë, mas një 3 muje, mes 5 muje këto morin dash për sëri, dhe pjellë për gone e dimlit. Po, do me thonë, momentalisht është kjo faza e fundit? E fundit tash. Kur ato shtohen. Një dele sa mund të pjellë ndoshta, sa qingja, parafërsisht nga ato që ka ke mujtë me vrejt? Një 40% ka ndollë me KD, 60% ka një. Ju veç përveç saj, ju edhe si të themi, qethni ato pastaj. Çka ndodh me gëzofin e tyre? Tregona pak më shumë rreth procesit qethjes, kur është ajo, në cilën fazë të vitit? Që tash edhe një djau fillen mi qeth, na si nxenë temperaturat pak, po me leshin problema me këta se sa të lip kërkosh. Pe grumbullem e gjujmë që a gjithë dikon me një farë bunkeri, ha? Pse është e rëndësishme atër qethja? Sepse e shohim në shumë raste që shumë fermer e praktikojnë, themi, qethjen e tyre. Sigur kjo paqore me qeth, se kjo bënd në zemë që të shkua temperaturë të modhe, e së me dore. Ne përveç saj e pam që keni rreth edhe qaj, cilët e ruajnë kopin, edhe keni shumë në numër të tyre. Tregona pak çdo herë ata ju shoqërojnë gjithsej dilin në terren? Tregona pak rreth qenve. Qenë gjithmonë janë me dhënë edhe me mune e dhënë cilën qëton për vjevera, si një dikon në mbreza, shka e thënë ashe kur në vejnë të kurri, këto arrijnë qëton e ru në kopej. Shoqëruesit e tij më të mirë mbeten edhe qentë, të cilët janë bashkë me besimin në çdo hap, si dhe janë mbrojtës të kopes për ujqt e arinjet që gjenden këtu. Atë ka ndodhur ndonjë rast rreziku ndoshta sepse thamë që jemi në mal edhe po besoj ka dhe kafshë të tjera. Më ka ro uki pak më në tunë dhenve që a gjemë për tje, po qënë e jetojnë me nërë këto, shumë janë rasë Turkije, janë Kangalla. Edhe si u ballafaqua, që si është ballafaqimi juaj me ujkun? Po i valloj ujkën këto që ta shofin këto pori se lojnë me zonë këto e shkatrojnë me ne. Dhe i shpëtu, da arriti me dëmtu diçka? Vish më ka ro edhe së në ka morë djele zonë, asë djele asë kënë qasë. Fatmirësisht, do me thëmë. Po kjo zonë jetë edhe për arinj? Ka edhe arinj? Arinj, qka s'ka këto. Ka rastis me arinj? Po, qysh jo. Ka edhe thij tegare, qka s'ka, ki ven maluro. Dhe andodh që arinj t'i sulmojnë delet? Arija nuk sulmojnë fort arijo. Edhe hes, nuk ka një rrezik shumë arijo. Ai na foli pak për karakteristikat e deleve, nga çnjohuri që ka. Delja si t'i boje 6 vetë, unë e jekim nërë për kopejës. Nuk ka efekt mu ma të qësë, aja shkon, po gjithë shkon. As kënë gjënë se në rritë as vetin se në ma me një fjallë që i thejmë në 4 orë. Po, dhe krej në fund ne thamë, ju jeni ndër pak të fermer këtu, edhe po shohim që kjo zeje çdo ditë më shumë po praktiset. Cilët ishte mesazhi juaj? Pse çka ju mban juve që ende ta zhvilloni këtë veprimtari edhe sot e kësaj dite? Po i valloj te po na që këto janë shpërngul këtë edhe unë i kum bon 54 vjet çto me çto dhan po mirë na s'po më merr me jam Jakob që tërkon. Ka me të fusha pak si batallë dhe shka me bon kujto, u kapa me çdo. Dhe nuk e ke ndërmend të alëshosh Kosovën për Gjermani ose për Perëndim? Kur s'ku më ndru për me shlu Kosovën në tërë sa des me që shkopin dorë. Me shkopin në dorë, tha se do të ri pranë kopesë të tij deri në frymën e tij të fundit.